Të paktën 9 palestinezë humbën jetën dhe mbi 20 të tjerë mbeten të plagosur pas një sulmi ajror izraelit në rripin e Gazës, sipas autoriteteve shëndetësore palestineze. Sulmi goditi një stacion policor të administruar nga Hamasi në pjesën jugore të enklavës palestineze. Sipas burimeve mjekësore, objektivi ndodhi pranë një kampi të madh me tenda ku strehojnë familje të zhvendosura nga lufta. Pamjet nga vendngjarja tregojnë ambulanca që transportojnë të plagosur dhe trupa të pajet drejt spitaleve, ndërsa banorët e zonës përpiqen të ndihmojnë viktimat mes kaosit dhe shkatërrimit. Autoritetet shëndetësore nuk kanë saktësuar sa prej viktimave ishin pjesëtar të policisë dhe sa civil. Ushtria izraelite nuk ka reaguar menjëherë lidhur me raportimet për sulmin. Një nga familjarët e viktimave, Abdul Salam Gjuda, deklaroi se nipi i tij ishte mes të vrarëve. Ai tha se banorët e zonës janë qytetarë të zakonshëm që besojnë në një paqe të drejtë dhe kërkojnë fundin e konfliktit. Ngjarja vjen në një moment kritik për procesin e paqes. Burimet të Hamasit bëjnë të ditur se në Egjipt ka nisur një raund i ri bisedimesh me përfaqësuesve të Hamasit dhe fraksioneve të tjera palestineze me qëllim ruajtjen e arpushimit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Arpushimi, i arritur në tetor të vitit të kaluar, ndaloi operacionet ushtarake në shkallë të gjerë, por përparimi drejt një marrëveshjeje afatgjat ka mbetur i kufizuar. Izraeli vazhdon të mbajë trupa në pjesë të Gazës, ndërsa Hamasi kundërshton kërkesat për çarmatim. Të dyja palët kanë akuzuar vazhdimisht njëra tjetrën për shkeljet të marrëveshjes. Sipas të dhënave të publikuara, qindra palestinezë janë vrarë në sulme izraelite që nga hyrja në fuqi e arpushimit, ndërsa sulmet palestineze kanë shkaktuar viktima edhe në radhët e ushtrisë izraelite.